والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Wakiu në librin e tij Az-Zuhd se Aisha radhiyallahu anha ka thënë: "Aqillu dhunuba fa innakum lan talqu Allaha bi shay'in afdala min qillati adh-dhunub." Paksojeni mëkatet, nga se ju nuk do ta takoni Allahun me diçka më të mirë se sa me paksimin e mëkateve. Kjo është fjalia e parë që kemi zgjedh nga kjo dietare e rradh në mesin e sahabikeve, Aisha radhiyallahu anha, e që, siç e kemi përmendur, ka fjalë të shumta, margaritar të ndryshëm, të transmetuara nga kjo grua, e cila ka qenë një prej grave më të rralla në gjithë kohrat që kanë jetuar njerëzit, edhe deri në ditën e sotme edhe deri në ditën e Kiametit. Madje shfrytëzoj rastin që ti nxes motra sidomos që ta studiojnë pak më shumë historinë e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sidomos historinë e Aishës. Virtytet e saj, cilësitë e saj, mënyrën e qasjes ndaj gjërave që ka bërë, si dhe jetën si e ka kaluar me pejgamberin sallallahu dhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se për një me është një jetë aq e bujshme, aq interesante, saqë nuk do ta gjejnë në ndonjë personitet tjetër. Jam i sigurt në këtë çfarë. Andaj, secili prej neve është mirë me marrë mësime prej grave të pejgamberit se janë gra të zgjedhura prej Allahut, mirë po mendoj që për motra është hala më interesant që faktikisht po mundu me praktiku ma drejt për drejt atë që e shohin në jetën e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo fjalë e Aishës radhiyallahu anha, dashur vëllezër, e tregon një anë të medaljes. Faktikisht rruga jonë për të Allahu i ka dy kahje ose i ka dy anë të medaljes. Ana e parë është veprat e mira dhe ana e dytë ose veprimi i punëve të mira dhe ana e dytë lërja e gjërave të këqija, e mëkateve, e harameve. Aisha radhiyallahu anha po e vë përpara, po jep përparësi lërjen e gjunaheve. Për këtë arsye po thotë, paksojeni gjunahet, nga se nuk keni me sjell diçka para Allahut ditën e Kiametit, diçka më të mirë para ti sesa paksimi i gjunaheve. Subhanallah, është një ajet në Koran ku Allahu ka thënë për mujt e shejt. Ka thënë herë për mujt: "Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allahu thot mujt të Zoti janë 12. Prej kur e ka kriju qiellin dhe tokën i ka caktuar më vonë 12 muaj. Edhe kjo s'ndryshon më. Prej këtyre 12-ve 4 janë të shejt, hurum. 4 muaj të shejt. Çka thot Allahu pastaj? Fela tadhlimu fihinna anfusakum. Mos i bëni zullum në këto 4 muaj vetvetes tuaj. Mos i bëni zullum këto 4 muaj vetvetes tuaj. Dietar thonë, këtu ka për qëllim, mos i bëni zullum vetvetes tuaj duke bërë mëkate. Në këto 4 muaj të shejt. Për arsye se janë muaj të veçantë. Sikur se Aisha e ka marrë këtë fjali për këtij ajeti. Pse? Se Allahu po tregon që këto janë 4 muaj qejt, janë më special se 8 muaj tjerë. Dhe pasi që janë më special, janë qejt, duhet njeri me e pas një qasje më ndryshe ndaj këtyre 4 muajve se muajve tjerë. Dhe Allahu nuk po përmend vepra të mira që me bën këto muaj. S'po përmend. Pe përmend minimalën. Ma të voglën që s'do të me te kalu muslimani e që është, mos me po gjënohe. Sikur që Zoti po do me thonë, nëse s'moni mi mëri në këto muj, mi ngjall me adhurime, atëherë mos i vdekni me gjënohe. Nëse s'moni mi ngjall me adhurime, mos i mbytni me gjënohe. Aisha po thotë qëta. Nëse s'moni me artë e Zoti me adhurime të shumta, atëherë ajo çka ju duhet me bua është me u mundu me shku te Zoti me gjënohe sa më të pakta.
Dhe kjo është për përfitim i madh ditën e gjykimit. Nga se gjinohet janë te i kalimi i kufive të Zotit. Normalisht nuk kena të voltur për farza vllazni. Se vepat e mira, adhurimet që bëhen, aty hinë edhe farzat. Po lërja e farzave është gjuna, kështu si na të vol për farzat. Jena të vol jashtë farzave. Jashtë farzave vepat e ndryshme që na i bojmë. Gjitha janë me rëndësi, gjitha janë me vlerë, gjitha kanë një pozitë, sevape kështu me radhë, mirë po nëse krahasohet kjo, ose e bëjmë një dualizëm mes veprimit të veprave dhe lërë gjunave, atëherë gjunave ka përparësi dhe ka vlerë më shumë. Për çfarë arsye do vllazni? Për disa arsye. Arsyeja e parë se gjunahet janë lërje. Kurse veprat e mira janë bërje. Për me loni diçka është më lehtë sa me bo. Me lon vetë që të e bo, i largu. Edhe kjo do një gjatë. Edhe kjo do një luftë, s'ka dyshim atë. Mi po në realitet ti jetë të lon diçka. Kurse veprat e mira duhet më qu mi bo për me mujtë me mri sevapin. Gjunahin s'ki nevojë më qu, veç dush mos më qu. Në të aspektin, veç dush mos më livrit për me bo. Edhe pasaj nuk e ban. E nëse e ki me njetë mos me bo, tani ki edhe sevap. Nëse nuk e ki me njetë, s'pako nuk e merr gjunahin. Kjo është e para. E dytë të dashur vllazni, gjunahet që ka thonë pejgamberi sa e lojnë ka një pikë të zezë në zemrën e birën e Ademit, në zemrën e birët të Ademit. Cilat gjënoja janë ato? Të mëdha ato të voglat? Krejta. Pejgamberi s'ka bëu përjashtim, atë voglat, atë mëdhajat. Që do me thonë, çdo gjëna që e bën është mundësi që ty me të bëj një pikë e zezë. Veprat e mira që i bojmë, përveç farzave, çtohet sevapi. Po nëse nuk i bën, nuk e hub diçka. Nuk e hub diçka praktikisht. Ti ke hub mundësi për me bëu sevap, po s'ke shku diçka kundër vetes tënde. Kurse gjënohet s'ka ky dallim. Momenti që e bën një gjëna, e ki mundësi të mohonën me njëherë me të bëu një pikë e zezë. E treta, ditën e gjykimit. Robi a llogaritet për veprat e mira, a llogaritet për gjënohet. Për të dyja llogaritet. Mirë po ndryshe llogaritet për gjënohet, ndryshe llogaritet për veprat e mira. Ndryshe llogaritet për gjënohet, ndryshe llogaritet për veprat e mira. Për gjënohet llogaritet ka thonë dietar fillimisht, në esencë, në bazë që i ka bëu. Po, kurse për veprat e mira ka mos i llogaritet për mënyrën që i ka bëu. Nashë se ka bëu sa duhet me sinqeritet, nashë nuk u konën sa duhet zemra e tij prezente kur e ka bëu e kështu me radhë. Mi po në esencë njëri nuk llogaritet për veprat e mira. Veprat e mira llogaritën për to. Shpërblehet për to. Kurse për gjënohet, pavarësisht çfarë janë ato, do të llogaritet. Andaj, me dal para Zotit, sikur po thotohesha, me dal para Zotit, me më pak gjënohe, me më pak vepra të mira përveç farzave, se nuk bëj për farze, është më e dashur se sa me dal me më shumë gjënohe e me më shumë vepra të mira përveç farzave. Pse? Se tani kemi llogarit më gat për gjënohet që i ke bëu. Kurse ditën e gjykimit sa më shumë që llogaritet, çaq më shumë çaq më shumë më afër e ki shkatrimin. Sa më shumë që llogaritet, çaq më shumë e ki shkatrimin. Çaq më pak që llogaritesh atë kalohesh, më lehtë të kalon edhe sprovën. E katërta kanë thonë dietar dashallazi. Gjënohi është te i kalim i pozitës Allahut. I bjen, kanë thonë dietarët, i bjen sikur dikush me hin kopshtin e mbretit. Edhe mbreti i thot, u jeti çto lule. Ai vend që më viti ka pishkun. I hek pi tokës. I çrënjos. Ky e ka thy shejtrin e vendit ku jeton ky mbret, e mbretërisë. Po mos i pas ujit lulet. Këtu e ka thy pak urdhrin e Zotit, e ka thy urdhrin e Zotit, nëse është pyetje që lulet vyshkën edhe thahen pa ujit, atëherë ka thy shumë. Po nëse vazhdojnë lulet, po ky vetë si ka ujit, ato kanë vazhdu, atëherë e ka thy pak. A ndryshe është mi kap mi shkund edhe mi çrënjos.
Për këtë arsye do të vllaznia është një fjalë shumë e bukur e një dietari të hershëm. Thot, veprat e mira i ban edhe i miri edhe i keq. Veprat e mira i ban edhe i miri edhe i keq. A mu gjënohet nuk ka mundësi me lënë vetë se Siddiku. Vetë saj që është i sinqert edhe i një ment. Pse? Se gjënohet shumësia shumë me lehtë është milionën, po për shkak se njerëzit i anashkalojnë, i nënvlerësojnë, pastaj hinë dhe ju bëhen pjesë normale, rutinore e ditës. E të sevapet mund me hi kush mos. Sot e bën një sevap, nesër e prish vet, mas nesër e bën e prish vet, vazhdimisht. Me veten e vet. Kurse më mundu milion gjënohet dhe më largu për gjënoheve, kjo e don një seriozitet shtesë. Andaj dashur vllazni, për çdo 4 arsye që përmenda, ka edhe arsye tjera që i përmend dietar, për një me del në pa që është shumë më rëndësi për muslimanin më ruaj për gjënoheve, se sa më mundu me pas nafile shumë. Po mirë hoq, nëse s'muj më rujt për gjënoheve, për shkak se na kanë rrethuar gjitha ant, atëherë çka më bë? Atëherë shpeshtoj nafilet. Kes bën kundërshtim me fjalën e Aishës radhiyallahu anha. Ndaj na do thonë cila është standardi më i mirë, cila është pozita më e mirë, çysh me mujt me shku te Zoti më mirë. Edhe një përngjasim e kanë bërë dietarët për neve që shkojmë te Zoti, edhe ky përngjasim është shumë i bukur. Ka thonë ai që shkon te Zoti, edhe munohet përveç farzave, me shku me sevape, me vepra nafile shumë, të po vepra nafile shumë, po nuk kujdeset për gjënohet. Thot i përngjason ati që i ka vetë tishat e mira, është parfumos në dreq, apo këti ka shky. Është parfumos, i ka ndreq, i ka erën e pastër edhe e ka ndreq mirë, po i ka shky tishat. Për shkak se ja ka shky gjënohet. Kurse ai cili munohet milion gjënohet maksimum, i po ngjason atij, edhe nëse nafile s'ka shumë, i ngjason atij që i ka vesh një portesha, nëse nuk i ka parfumos, po bile i ka sagllam. Bile i ka tisha sagllam edhe nuk ju kanë shky. Andaj dashur vllazni, është e vërtetë se luftave kryesore bijve të Ademit me shejtanin dhe me nefsin është lufta e tyre karshi gjënoheve. Edhe unë e kam përmend shpesh. Problemi të shumë muslimanë është se e kanë minimizuar ndikimin e gjënohit në jetën e tyre. E kanë minimizuar. Kjo që tu kesh dy mendime dietarëve, që tu do e kishin leju, që tu po bëjke për Zvicër, se në Kosovë s'ban veç për Zvicër po bëjke, e kjo tjetër s'po bëjke as për Zvicër, jo kjo po bëjke edhe në Kosovë dhe në Zvicër veç në Arabi s'po bëjke, edhe i kanë klasifikuar në forma të ndryshme, mënyra të ndryshme, edhe ja kanë letu vetës gjënohet, edhe gjënohi mu nuk është bo problematik në jetë. Së bo më pjesë problematike e jetës. Kurse në realitet, në momenti që për muslimani nuk bëhet gjënohi pjesë problematike e vazhdueshme e jetës, a i ka fillu me ronë gjëna, ka mund djetartë. Pse? Se në momentin që nuk e din rrezikun e gjënohit, ti ke ronë gjëna. Dush me ditë rrezikun e gjënohit për me urujt për ti vazhdimisht që mos me ra pastaj në gjëna. Për këtë arsye dashur vllazni, vjen deri me një situatë që thot Ibn Kaimi rahimahullah para tij dhe Abdullah Mubareki, që njeriu bën gjënohe edhe nuk e vren që është të bëjë. Normalisht, Ibn Kaimi, librin e tij, Smundja dhe ilaçi, kur i përmend pasojat e gjënoheve, ka thënë thotë që në realitet muslimani që ka zemrën e gjallë, minimum çka mund me ndiku te ai gjënohi, është me ia kriju një lloj vetmie mes tij dhe Allahut. Një lloj distance mes tij dhe Zotit. O kohën e ka një vetën më afër Zotit, ka bëu gjëna, ka filluar më largu. Kjo është minimum për me pas zemrën e gjallë. Jo ato sene tjera domethënë që me të kriju probleme të vllaja, pastaj me po gjënohin çdo vepër që e ke bë, pastaj me menu ku ke, domethënë është tema e gjatë. E pse thot Ibn Kaimi rahimahullah, thot pse disa persona edhe këta nuk e ndjejnë, bën gjënohe nuk e ndjejnë hiç që është largu me Zotin. Thot për arsye se ju kanë vdekur zemrat. Thot kjo i ngjan thot sikur trupi të vdekur, sa dush mshaj snin. Se ka vdekur po. A mu i gjallit pak mi jam shuja njës mi dhimt. Edhe zemra, si të desin, sa dush më shaj me gjënohe, nuk njën mo, se ka dek zemra. Me po më konë e gjallit pak mi më shue, e njën dhimtën e vogël e njën, edhe e vrenë, edhe ndikohet.
Këtë arsye Allahu mbarik është thot: "Raitu dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa hayatu al-qulubi tarku dhunubi hayatu al-qulubi wa khayru li nafsika isyanuha fa hal afsada ad-din illa al-muluka wa su'a al-ahbari wa ruhbanuha." Kjo poezi Allahu mbarik rahimahullah është një poezi më të bukur që tregon rrezikun e ndikimit të gjinohave në zemrën e besimtarit. Edhe unë e kam parafrazuar në gjuhën shqipe sot, edhe po e lexoj para juve inshallah. Thot Allahu më barik rahimahullah, thot kam parë se mëkatet zemrën e venitin, e me kohë njeriu në poshtrim e zhytin. Braktisja e tyre zemrës jeti dhuron dhe shpirtin nga errësira drejt dritës e çon. E që prishi fen në çdo brez e zaman, sundimtar të padrejt që nga Zoti frikë s'kan. Dhe që prishi fen në çdo cep e vend, dietar të shturur e adhurues pa mend. Kjo është e vërtetë. I kum po thotë që gjënohat i vjen të sebi për që i kanë prish zemrat. Edhe në çmimin që e kum po të njerëz, e kum po për shkak gjënave. Në çmimin që e ninaj vetveten e vet, në çmimin që e nin të dikush. Derisa vetë Allahu mbarik ka thonë, edhe kafsha me mos më pas ngu ose me pas qit çkelëm, do thonë kjo është për shkak të gjënave që e kum po. Edhe në çmimin që e ka një pikë kafshës. Edhe në çmimin që e ka një pikë kafshës e ka llogarit për gjënavit. Braktisja e tyre zemrës jeti dhuron, e ngjall zemrën, e fesnikron. Ja e pozitën që e ka, që Allahu ka kriju. Kurse shpirtin nga errësira drejt dritës e çon. Kush e ka prish fen sipas Allahu Mubarekut? 3 grupe. Sundimtarët e padrejt, hoxhallarët edhe dietarët që s'punojnë me dijen e tyre, edhe ibadetxhit që s'din çka folin. Që janë ignorant. Ibadetxhit janë disa njerëz që unë kishe pa adhurojnë Zotin, po s'kam dije. Edhe ja futin që dojnë vetë. Edhe qesin me lloj bidate, që shkon ndryshme bidate në për grupacionet e ndryshme, që domethënë veç minal me menu njëri edhe më shyrë thot kush ja ka pru këto shpallje këto njerëz. Që duhen të shme vogël dhekër çikash, sepse mos ta bash 1000 herë, s'pranohet, se ta bash 1100 herë s'pranohet. Lloj sani, është një farë dhekër çështu, një farë dhekër çështu, lloj imagjinate. Andaj dosh vllazni, çajo çka është më rëndësishme sidomos kohën e sotit tash me llogarit gjënohet si problem kryesor në jetën tonë, me llogarit si një armik i vazhdueshëm për neve, me llogarit si rrezik permanent që vazhdimisht ka mundësi me trokit nder, mos me llogarit vetëm që je imun për gjënohave, edhe më mundu që me i paksu këto coptime që na bën gjënohen trupin tonë, mendjen tonë, në të vazhdueshme më i paksu që me shku te Zoti sa më të plot. Dhe sa më të përkryer, spaku nga ana e gjënohave, kurse nga ana e veprave të mira, Allahu inshallah ja që lut secilit prej neve atësa i ka mundësi. Allah e dhe mas mire, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.